Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Hadithin të cilin do të trajtojmë sot e transmeton Enesi radhiyallahu anhu prap, në cilin qëndron një udhëzim madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që flet për jetimin e imanit, për jetimin e këndshëm të bindjes dhe besimit në Allahun fuqiplot, në nështrimit dhe përkushtimit ndaj tij. Enesi transmeton, thot, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman", tri cilësi kush i ka, nëpërmjet tyne ka me e shiju ëmbëlsinë e imanit. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur tek ai se çdo kush përveç Allahut dhe të dërguarit të tij. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dhe që ta doj njeriun e që ajo dashuri të mos jetë përveç se për hir të Allahut. Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dhe që të urrej të kthehet në mosbesim pasi që Allahu tashmë e ka shpëtu prej tij, ashtu sikur se urren të hudhet në zjarr. Kështu përfundon hadithi, hadith i cili nuk është i padëgjuar më herët, përkundrazi secili prej juve, prej neve, e ka dëgjuar mbasi me 10 herë këtë hadith. Mënyra se qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka formulu këtë udhëzim tregon për një aspekt të rëndësishëm, e ajo është që imani për me qenë funksional, imani për me prodhu gjona konkrete, për me prodhu fryte, ai duhet me u përjetu. Sipas këtij hadithi, imani ka shije, e ajo shije është e ëmbël. Imani është ëmbëlsirë e cila përbahet prej 3 përbarsëve të rëndësishëm. Nuk janë të gjithë njëjtë të rëndësishëm, mirë po, sipas asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa këta 3 përbars, ajo ëmbëlsi nuk shijohet. Për arsye se nëse i shohim çdo trijat, nuk janë trijat njëjtë të rëndësishme, nuk janë të trijat që kanë vlerë të njëjtë. Megjithatë, pa u bë bashkë të trijat, nuk shijohet ëmbëlsia edhe shija reale, shija e vërtet e imanit. Sipas kësaj, del që pas ka mundësi dikush me e pas imanin në zemrën e tij, sikur se e dim me ato deregjet, me ato nivelet, në nështrimi praktik mundet me qenë prezent të dikush, po mbase imanin nuk është prezent në formën edhe në intensitetin e duhur. Po pas ka mundësi edhe imani me qenë prezent në formën e duhur, por kombinimi i këtyne udhëzimeve ja mundson robit që me e shiju drejt edhe saktë edhe mirë, shijen edhe ëmbëlsinë e imanit. Këto trija, simbas asaj, qysh i ka rëndit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë dëshmi se imani është një tansi interesante. Zatën, kur e mësojmë islamin, çka do që të mësojmë prej tij, e shohim se ka një aplikim shumë interesante dhe shumë të veçantë të mësimeve të islamit në fushat të ndryshme të jetës. Nëse i marrim shembull shtyllat e islamit, shahadetin, faljen e namazit, agjerimin, zakatin edhe haxhin, ibadetet bazike, shtyllat, pa të cilat nuk qëndron ndërtesa e islamit. Nëse çdo i marrim edhe i analizojmë, e vrejmë se janë ibadete aq të ndryshme, aq të lloj-llojshme, ku
secili prej tyre e ka një aspekt jetës njerëzore, e që nëpërmjet secilit prej këtyre ibadeteve njeriu muslimani e shpreh për uljen e tij ndaj Allahut fuqiplot. Kur kthehemi te ky hadithi për cilin po flasim, edhe i shohim ato tri cilësi, ato tri të arrituna, ato tri gjendje që do të me i pas secili besimtar për me qenë imani i tij funksional, edhe për me pas imani i tij vlerë, edhe për me pas imani i tij dhe përkushtimi i tij shije, ëmbëlsi. E shohim se sa interesant i ka formulu këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para ishte en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që realisht njeriu në radhë të parë duhet me definu pozicionin e tij. E pozicioni i njeriut i vetmi pozicion që i bjen taman, edhe flen qysh dohet në jetën e tij, është pozicioni i robit në raport me Allahun. Në raport me Allahun, njeriu rob. Asnjë pozicion tjetër në raport me Allahun nuk është as i natyrshëm, nuk është as normal, nuk është as në rregull. Dhe pozicioni i pasuesit në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se edhe pejgamberi është rob, na kur e themi dëshminë e besimit, çka themi? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i tij dhe i dërguari i tij. Do të thonë, në kuptimin e pozicionit njerëzor, pejgamberi edhe të gjithë pejgamberët e kanë të njëjtin pozicion që duhet me e pas, janë të thirrur me e pas të gjithë njerëzit, po e kanë të gjithë besimtarët. E ndajnë që të pozicion të përbashkët, se të gjithë janë robër të Allahut. Por në dëshminë tonë, pejgamberët e kanë edhe një epitet shtesë, se ata janë të përzgjedhurit e Allahut, ata janë të deleguarit e Allahut për me e përcjell mesazhin, e këtu pastaj në çat katrorin e robërisë bëjmë pjesë të gjithë së bashku, mirë po pejgamberët prinë. Pejgambert udhëheqin, besimtarët hecin mas tyne, shkojnë edhe ecin rrugës tyne. E tash, në këtë rast, gjithsesi, asgjë nuk bëhet, asgjë nuk arrihet, po që se njeriu nuk ka dashni. Një punë më të thjeshtën cilën e bën jetën e tij, nëse e bën me dashni ka me pas sukses. Nëse e bën pa dashni edhe prej zorit, ka me e bo shkeleshka, ajo formalisht mundet mu duke suksesshme, por efekt nuk mundet me pas. Në këtë rast, për ulja edhe në nështrimin ndaj Allahut fuqiplot, edhe pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e arrin cilësinë e duhur në momentin që njeriu ka dashni për Allahun edhe për pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo dashni pastaj me këtë hadith është edhe intensiteti i saj, edhe cilësia e saj, edhe niveli i saj, është i përcaktuar. Prioritet i të gjitha prioriteteve do të me qenë dashnia për Allahun edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. En yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur tek ai rob se çdo kusht tjetër përveç Allahut dhe dërguarit të tij. Ju kujtohet kur folëm për hadithin, s'ka besu asnjëri prej juve që është duhet derisa unë të mos jem më i dashur për te se prindi, fëmia dhe çdo kusht tjetër. E kemi thonë, kjo dashni është e lidhur me dobin, me sa ja kemi pa hajrin, edhe sa vazhdojmë ja pa hajrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe çdo kujt tjetër. Në bazë të asaj, sa ja shohim hajrin dikujt, çashtu renditet edhe dashnia për te. Në këtë rast, për shkak se hadithet janë frymëzim prej Allahut, janë pjesë e shpalljes, bën me thonë, në këtë rast Allahu këtë punë e ka rregullu që dashnia në radhë të parë do të me qenë për Allahun edhe pejgamberin, pastaj vinë tjertë. Pse? Për arsye se Allahu është Zoti edhe krijuesi jonë edhe këtë mirat i kemë prej tij, ndërsa prej të gjitha krijesave dhe posaçërisht prej njerëzve
krijesës dhe njeriut që mas tepër ja kemi pa hajrin, edhe kjo është me dëshirën dhe zgjedhjen e Allahut fuqiplot, është pikërisht pejgamberi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'ban pra me e dasht askënd më shumë se Allahun edhe pejgamberin. Kjo dashni, kur të përkthehet në praktik, jetësohet ajo që na ka thirrë dhe na ka urdhëruar Allahu i madhruar kur ka thonë: Ja ejuhelladhina amanu la tuqaddimu bejne yaday Allahi wa rasulih. O ju që keni besu, mos i jepni askujt përparësi para Allahut dhe të dërguarit të tij. Ky është ajeti i parë i surës Hujurat. Pika e dytë që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe tash besimtari, çaj që po e formëson ambëlsirën e imanit. Do të me e qitë përbërsin e dytë, komponentin e dytë. Kur ta doj dikend prej njerëzve, do më thonë dashuria në radhë parë për Allahun edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po dashuria s'harxhohet. Sa ma shumë njerëz që t'i fut njeriu në lidhjen e tij të dashurisë, ajo nuk do më thonë se harxhohet. Valla i du 10 njerëz, edhe tonë me ju bjen hise ka 10% e dashnisë. E me i dash 100, ju bjen ka 1%. Nuk është e sakt kja. Dashnia dhe respekti nuk harxhohet sado që ndahet në shumë pjesë. Për arsye se zemra e njeriut, posaçërisht zemra e besimtarit, prodhon dashuri mjaftueshëm. Kështu që duhet Allahu dhe pejgamberi i tij në radhë të parë. Po pastaj duhen të gjithë njerëzit dhe besimtari në zemrën e tij ka edhe dashuri, edhe dashamirësi, edhe respekt mjaftueshëm për të gjithë, po pastaj këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se megjithatë kësaj dashurie për me u bë e bollshme edhe e mjaftueshme, do të mja rregullu burimin, prej nga buran, prej nga vjen, ajo vi e furnizimit me dashni nuk bën asnjëherë me u mbyll, për arsye se pastaj dashuria bëhet me deficit, mbetet mango. Ai motiv është që dashuria tjetë për hir të Allahut fuqiplot. Me e dash dikend, por asnjërin mos me e dash përveç se për hir të Allahut. Edhe e treta, en yakraha an yauda fil kufr. Mundet me qenë besimtar që e shijon ambëlsinë e imanit, vetëm ai i cili pastaj bëhet aq i kujdesshëm, edhe bëhet aq i ndihshëm, alergjik ndaj kufrit edhe mosbesimit. Do thonë, aq urren, veç menja me i shku, veç ëndër me pa, kthimin në mosbesim, sa ndoshta do të dohi me u trishtu ma shumë, se sa do të trishtohej si kur t'i thuhej, hetë se qëtash kena me t'lidhë dhe kena me t'gjunë zjarë. Pse? Për arsye se kufri është aq i keq edhe aq i randë, sa që realisht përfundimin zjarë e ka të garantum nëse njeriu jeton edhe vdes në kufër. Kur i kemi parasysh të 3 gjana, e shohim se sa bukur janë të lidhuna këto udhëzime me brengën që do të me e pas secili besimtar për me e rregullu pozicionin e tij në këtë jetë edhe për me e rregullu lidhjen e tij me të tjerët. Në radhë të parë me Allahun edhe me pejgamberin, alayhi salatu wassalam, pika e parë, mos me e dash të askend ma shumë se Allahun edhe pejgamberin. Pika e dytë, qysh me i rregullu relacionet me njerëzit, këndo që e don me e dash për hir të Allahut, me këndo që lidhesh me u lidh për hir të Allahut. Kjo në asnjë mënyrë nuk do të më thonë se besimtari po dash ka me pas raporte vetëm me besimtarët. Jo, mundesh me pas raporte edhe me jo besimtarët. Mundet dikush me e pas në familje ose në farefis dikand i cili mundet me i taku besimit tjetër. A ka obligime dhe borxhe ndaj tij? Po. Mundet me e pas një koishi i cili gjithashtu nuk është musliman. A ka obligime dhe detyrime ndaj tij? Po. Mirë, po gjitha ato obligime dhe gjitha i relacion me u rregullu me mësimet e Allahut, për hir të Allahut. Edhe relacioni me vetveten, ashtu që me e pas mekanizmin e kujdesit, gjithmonë funksional, që
kufrit, mos me ju afru as direkt, as indirekt. As drejt për drejt, as tërthorazi, përkundrazi, veç mendja me i shku, a i do të me u trishtu. Ose me e dëgju e me e pa, a i do të me reagu, edhe në këtë formë, a i bëhet besimtar i mirëfillt, edhe i besimi i ti shndrohet në diçka të këndshme edhe të ëmbël e që realisht se cili prej neve do të duhi me synu për me e përjetu. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.